Përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se vini në Kush Paguan. Ne do të flasim sot se sa e mundur është të jetë ekonomia shqiptare pa para kesh. Si mund të përshtatet biznesi, çfarë do të thotë për qytetarët, cilat janë sfidat. Për këtë do të diskutojmë sot me Randi Sulën, që është sekretari i shoqatës e-commerce. Mirë se vjen në studio. Kënaqësi të kemë për herë të parë në program. Në fakt kemi shumë për të folur, edhe pse kjo temë është rikthyer në Kush Paguan. Edvin Prençe, ekspert ekonomie, mirë se vjen. Kënaqësi të kemi këtu, Edvin. Për ta hapur programin, do doja të sqaroni fillimisht çfarë do të thotë një ekonomi pa kesh për Shqipërinë aktualisht. Është pjesa më e vështirë për Shqipërinë është heqja e keshit apo përdorimi i kartës. Për shkak të perceptimit apo për shkak se është i vështirë të implementohet? Të dyja bashkë. E para një është mundësia që duhet ndryshuar, dhe e dyta pastaj është gjithë ekosistemi i pagesave me kartë. Pra kur ne flasim për pagesa me kartë, nuk flasim thjesht për një transakcion. Flasim për një ekosistem që fillon në fillim fare tek besueshmëria e konsumatorit për përdorimin e kartës. Dhe pastaj flasim tek sa gati janë bankat që t'i pajisin bizneset me POS, pra point of sale, ato pagesat që t'i marrin me kartë, apo aplikacionet që bankat i bëj gati. E fundit fare është konsumatori, pra kemi bankat, kemi biznesin, sa i gatshëm është që t'i pranoj këta POS-et, të paguajë atë komisionin e bankës për këtë transakcion, dhe në fund fare pastaj është konsumatori që sigurisht ai lindet drejta që nëse ka mundësi ta bëjë me kartë, okay, nëse jo, kesh. E qartë, e mendon të vështirë të implementohet 100%? 100% s'ka për të bërë kurrë. Nuk ka për të bërë, mendon. Nuk e dia ka shtetë që ka 100%, po nuk besoj që do bëhet Shqipëria shembull i parë në botë që do jetë 100% kesh. Jo, të paktën të implementojnë, pra sistemet, bankat kanë sistemet, bizneset kanë POS-et e tyre, po pastaj konsumatori të zgjedhë. Po unë besoj që nuk është nevojë që ne të ikim shumë larg për ta parë këtë. Nëse ne shkojmë në Kosovë apo në Maqedoni, do të shikojmë që ata kanë mundësi pagese me kartë edhe tek biznesi i vogël. Po, besoj në Shqipëri vetëm biznesi i vogël ka mbetur pa POS apo ka më shumë? Në Shqipëri janë shumë biznese që tashmë nuk e kanë. Po flasim për Shqipërinë, nuk flasim për biznese vogël, flasim për biznese të mëdha, kompani të mëdha, restorante super të mëdha që sa ofrojnë. Ose thonë që nuk punon sot. Nuk punon sot. Kjo është e bukur. Nuk punon sot për shkak të komisionit. Nuk punon sot për shkak të komisionit. Si e shikon? Shikon, të themi përse takon sektorit privat ose biznesit ka pasur një rritje në rreth 65% sipas të dhënave, që janë bërë të them pagesat elektronike. Okej. Të faturave të ndryshme. Ashtu siç tha dhe kolegu, Shqipëria mendoj që ka akoma shumë rrugë për të bërë, duke filluar nga të famshmet postë ose të themi në zonat rurale të Shqipërisë ku dhe sot kemi të themi mangësi të zonat të ndryshme që nuk janë të mbledhura ose nuk janë të mbuluara nga rrjeti internetit, që është më e rëndësishme. Pastaj mendësia pse jo edhe popullatës në përgjithësi, ne po shohim edhe kanë problematika me e-Albania, shumë njerëz jo mo ti bësh të kulturohen ose ti informosh, ti trajnosh për përdorimin digital me anë të telefonit ose pse jo edhe me kartën e kreditit. Nga ana tjetër, mos harrojmë që kemi edhe problematikë shumë të mëdha që janë bankat e nivelit të dytë dhe kostot të larta që ato kanë. Mendon se ndikojnë komisionet? Absolutisht ndikojnë. Edhe nga ana e bizneseve? Komisionet e larta për POS dhe patjetër që ndikojnë. Por nga ana tjetër ndikojnë pse jo dhe marrim shembull që thanë që ka restorante të shumta dhe pika që duhet ta kenë edhe për një farë mënyrë nga kosto e lartë që ato kanë, në një farë mënyrë evitojnë ta përdorin. Pra, nëse ne kemi optikën e Shqipërisë 2030 pa kesh, unë e shoh ndoshta të mirë organizuar, pa çka se nga ana tjetër heqja e keshit do të çonte një farë mënyrë në formalizimin e tregut dhe të ekonomisë shqiptare, në rritje të buxhetit të qeverisë, por kjo duhet të përkthehet dhe në benefite dhe në bonus për qytetarin e thjesht që të jetë një indikator dhe të jetë një përçues që ta çojë drejt përdorimit të kartave dhe jo keshit, por ka dhe vende si Suedia që ka mbi 95% të shërbimeve të saj tashmë i ka në formatin elektronik, pra no cash. Edhe pse në vendimet e fundit kanë vendosur që të rikthejnë pa kesh. Dhe ato janë po rikthehen mbrapsht dhe po këshillojnë të themi banorët e tyre që të paktën në rast emergjenci të mbajnë para kesh
sepse mund të ketë edhe hakerime të linjave të internetit, mund të ketë hakerime të çfarëdo lloji që mund të ketë një bllokim, dhe ti mendo një njeri që ka vetëm karta, që nuk mund blesë dot asnjë shishe ose vetëm celularin. Nuk i punon të themi shërbimi online. Po, a janë qytetarët shqiptar pak më të, nuk e di nëse mund ta them më të fiksuar, apo janë ata që e duan pak më shumë, janë të mësuar shumë me para në kesh dhe preferojnë të kenë gjithmonë portofolin e tyre para në kesh, apo është një perceptim që ka ndryshuar vitet e fundit në optikën tënde? Biznesi ka ndryshuar. Ju thash përpara që ka një rritje të lartë. Jo, qytetarët, po vetë qytetarët, a ndjen më të sigurt kur kanë para në kesh? Patjetër, shiko, syri ka efektin e saj. Dhe syri në të njëjtën gjë është edhe xhepi i njeriu, kur ai mendon që i ka lekët në xhep ose në shtëpi, ndihet më sigurt, dhe kjo është edhe nga të dhënat e Bankës së Shqipërisë, dhe ajo që ka një shifër të frikshme që njerëzit mbajnë nëpër shtëpia dhe nuk preferojnë as ti të vizitojnë nëpër banka, pashka se kanë një formë garancie. Madje mund të tërheqin dhe pagat për t'i mbajtur në shtëpi. Tërheqin dhe pagat për t'i marrë në shtëpi, dhe shohim në shumë vende që ka në ATM-të e famshme ose bankomatet, që në periudhat e dhënies së pagave ke një rrallë të gjatë njerëzish, të cilët duan të tërheqin ato lek dhe t'i kenë në xhep në tyre. Ti kenë më të sigurt. A ka një lloj pasigurie ndaj sistemeve që janë të ftohta, mund të themi, pra pagesat me kartë, parat ruajtura në banku, nuk kanë as prekje fizike me qytetarët, për shqiptarët flas më shumë. Në Shqipëri nuk mund të flasim për siguri të dhënash, nisim që këtu. Nuk ka një sistem se si funksionon refundi, pra si ti të kthehen lekët pas nëse ndodh një gabim transakcion, apo nëse ti do të marrësh pagesën pas për kthyer veprimin. Nuk ka asgjë gjë. Kështu që kjo frika dhe pasiguria dhe që nuk ka një informacion sakt si funksionon komplet zinxhiri i pagesave me kartë, i detyron njerëzit të vënë tek ATM-ja, marrin pagën, e dinë që kanë lekë në shtëpi, kur ju duhen bëjnë diçka, sepse nëse do shkojë te marketi poshtë me kartë, ai si afron pagesën, i do kesh. Kështu që detyrohet ta marrë të gjithë pagën nga ATM-ja, ta ketë në shtëpi të sigurt. Edhe po ka një problematik, i shkon atje dash lekët në lekët, në produktin, është më e thjeshtë se procedura, shiko, mund remroj bankën, ato do të kthejnë lekët, po është bërë 2 herë, të janë rastet normale tani. Ne dimë dhe biznesi ka pasur raste, ka bërë transakcion gabim, një lloj procedura nga e para, shiko se ky transakcioni është bërë gabim, do të kthejnë lekët. Ka burokraci, ndoshta duhet të ketë lehtësim të burokracive mendon. Po nga ana tjetër, pse je kaq pesimist për përdorimin dhe pagesat me kartë? Dua të marr një shembull që pensionistët tashmë janë edhe ata që përdorin kartët, që janë një nga kategoritë të paktën të targetuar se janë pak më të vështirë për të mësuar me teknologjinë. Aktualisht pensionistët mund të tërheqin pensionet e tyre edhe nëpërmjet kartave, kanë edhe aplikacionet madje. Ka një studim që thotë se pjesa më e madhe e tyre kanë edhe aplikacionin e bankave në celularët e tyre. Mendon se janë hapa pozitiv këto për të përshtatur me Shqipërinë cashless? Pa para kesh. Tani po flasim çfarë kanë apo kush i përdor, se janë dy gjëra shumë ndryshme. Nëse e ka gjyshi dhe përdor NIP-i, është një gjë komplet ndryshe. Ja marr pensionin thua? Po, gjithashtu e kanë, ka dhënë edhe pinin fëmijëve dhe atë, dhe shkova merr, lutem. Ma tërhiq. Për ne është okay se shikojmë thjesht si transakcion, që është bërë si transakcion, por se si bëhet si transakcion ne nuk e dim. Dhe jo më larg se një javë arrestuan 2 shetatskinez në Shqipëri që kishin përfituar pagesa nga kartat nëpërmjet mesazheve si post. Sa të mbrojtur janë shqiptarët nëse ne kalojmë komplet 100% me kartë. Ato lloj sulmesh. Pra kemi sot në gjithë vendet europiane, to sulmet janë standarde, to skemet. Vjen një email, kërkon dhënat, të marrin telefon, kërkojnë dhënat nga banka, është normale. Greqia u godit para disa vitesh nga një lloj skeme. I vajte një mesazh sigurisht banka vetë që kërkon të dhënat. Pra, do të përgatisim njëherë të mbrojtjen, pastaj të kalojmë tek qytetarët që ta përdorin kartën. Nëse ne sigurojmë që kjo të dhënat e tua si funksionon, mos i jep pinin, mos i jep numrin e kartës, mos klikosh çdo link që të vjen. Është shumë e thjeshtë, një link klikon, ti morë dhënat e kartës, kush e mbrojë qytetarët? Flasim për pensionistin, që nuk ka ide fare. Ai thjesht do shtypë një mesazh. Procedurën, po. E qartë. Edvin, a ka një mungesë besimi ndaj bankave në Shqipëri nga qytetarët? Se e përmendë pak më parë që duan të tërheqin para, duan t'i kenë në portofol, në shtëpi. Patjetër që ka një formë më tepër mosbesimi ndaj bankave, unë besoj mosbesimi në të gjithë rrjetën ose në gjithë mënyrën se si është organizuar të themi menaxhimi ose qarkullimi i paras. Patjetër nga një anë, si thash më parë, janë shumë zona të Shqipërisë që
mos flasim vetëm për qendrat Durrës, Tiranë, të them metropolet, por të flasim për zonat rurale ku aty njerëzit realisht nuk arrin akoma të përdorin në mënyrë adekuate të duhur një smartphone, pa le t'i japësh një bankomat në dorë, dhe ti thuash nga sot ti do paguash çdo gjë, do të përdorësh vetëm këtë dhe nuk ke kesh. Me këtë punë e celularëve nuk jam dakord se gjithë TikTok i ke. Ato janë gjëra që janë bërë për kalimin e kohës, për të shtyr kohën, por kur flasim për përdorimin e lekut. Po kamera, WhatsApp, TikTok, Instagram janë më të shkarkuara vazhdojnë. Por mos harrojmë që edhe vendet të tjera kanë tentuar dhe tentojnë të bëjnë një gjë të tillë, pra të cashlessin si shtatë dhe ju. Dhe kemi Greqinë pas krizës së madhe që ka kaluar, që u ngret një popull i tërë në këmbë dhe e kundërshtoi një gjë të tillë. Nga ana tjetër kemi Italinë, po ashtu që i tha mbi 1.000 euro nuk lejohej, pra duhet me anë vetëm të kartave dhe aty qeveria u detyroa të tërhiqej mbrapsht. Kemi Gjermaninë që ka tentativa të ndryshme dhe as 40% nuk ka përdorimin e keshit, të them me anë të kartave. Po Gjermania nuk ka një ministër me AI, për shembull. Patjetër ne jemi shumë më përpara dhe mendoj që kjo do të jetë një iniciativë që do është edhe po na dëgjon dhe do marrë shënimet e saj për të bërë të mundur që të na kundërshtoj ose që na tregoj se si mund të jetë më lineare dhe se si mund të bëhet. Por realiteti shqiptar është kjo. Syri do pjesën e saj dhe shqiptari ndjehet i sigurt kur i ka në shtëpi, por shëstiku se sa të thash edhe të tifusi të mbajnë në depozitat bankare. Po, kur flasim për sigurinë e bankave, ti vetë ndihesh i sigurt me bankat që je klient i tyre, pra me aplikacionet, me mesazhet, pagesat që mund të bësh, transfertat që mund të bësh, përshtatjen që ato kanë. Disa nga bankat në Shqipëri kanë ofruar po ashtu pagesën me Apple Pay tashmë, po përshtasin për përdorimin e kartës, për edhe tërheqje parash dhe depozitim parash vetëm me celular dhe me konfirmim nga aplikacioni, pa kartë fare. Ka disa hapa që kanë ndërmarrë bankat në Shqipëri. Si e shikon? Për shembull, BKT-ja të fundit ka bërë që mund nëpërmjet celularit, pa e pasur kartën fare, mund të depozitosh dhe tërheqësh para duke lidhur me aplikacionin dhe skanim me QR kod. Patjetër që ka një rritje të themi të sigurisë në bankat e nivelit të dytë dhe kjo është për të vlerësuar. Dhe aplikacionet nga ana tjetër me të dhëna biometrike. Më parë kanë qenë me kod, me email, tani. Po mos harrojmë edhe faktin që nëse ti do të rregjesh me kartën tënde dhe nuk ke bankën që ti ke kartën e kreditit ose bankomatin, dhe do të shkosh ta drejsh një sportel të një banke tjetër, kosto është shumë e lartë. Pra, për te sigurisë që patjetër duhet të jetë dhe është e detyrueshme, jo pse është një shërbim plus që po japin bankat, dhe ndoshta jemi të vonuar nga ky aspekt, por nga ana tjetër duhet të ketë edhe të shikojmë edhe kostot që në vetvete përmbledh përdorimi i të themi kartave të kreditit ose të bankomatëve. Dhe bashkëpunimi midis bankave duhet të jetë e tillë që një njeri duhet të jetë i lirë, patjetër me një kosto, por shumë minimale, dhe jo me kostot të çuditshme dhe absurde në disa momente, kur ti tërheq në një bank tjetër, bankomat tjetër, që nuk është e bankës tënde. Pra, qeveria në radhë parë duhet ulet me këto banka, të shikoj kostot. Dhe pse jo, dhe pika dytë është që të ketë një farë bonusi që ti si individ, si qytetar, nëse të përdor për X herë për shembull bankomatin, për shpenzimet e tua, kaq X lek të kthehen mbrapsht në llogari. Pra, duhet të jenë disa formula për te sigurisë, siç tham më parë, dhe disa formula që duhet të jenë, të themi, ndriçues të një rruge të re që duam të ndjekim për të arritur në atë të famshme 2030 pa kesh në qekull. Një tjetër taktik apo mënyrë që po përdorin bankat për të rreshur më shumë klientë që përdorin kartat janë pagesat cashback, për shembull, që për një vlerë të caktuar nëse plotson vlerën dhe bën blerje brenda një muaji vlerë të caktuar mund të marrësh cashback, një vlerë 500 lekë të reja, 10.000 lekë të reja etj, varet nga shuma që bën blerje. Pra ka disa tentativa edhe nga bankat. A janë të vetme në këtë luftë bankat për të përshtatur shpejt apo kanë një afat të mirë për të caktuar nga qeveria ndoshta? Më tepër se sa nga qeveria kanë të mirë për të caktuar nga Banka e Shqipërisë. Nga Banka e Shqipërisë. Ajo që besoj që Banka e Shqipërisë duhet bëjë pikërisht është përtej, siç thash edhe është në një rritje në buxhetin e shtetit evitimi i pagesave kesh, dhe është në fund të ditës një benefit për qeverinë në vetvete sepse arrin të mbledh, pse jo edhe të monitoroj këtë qarkullim të paras. Nga ana tjetër, absolutisht Banka e Shqipërisë duhet të kontraktojë dhe të diskutojë me këto banka në nivelin e dytë, pikërisht për atë që ju thash para. Të krijojnë element bonusi dhe edukimi në radhë të parë për qytetarët e thjeshtë që të kuptojnë që mbajtja e parasë në shtëpi për te rreziku që mund të ketë,
por është një thjeshtësim i të gjitha blerjeve dhe të shpenzimit që ata të kanë në rast se përdorin bankomatin dhe kartën e kreditit. Sa ndikon informaliteti në sasinë e parave që janë cash në shtetin tonë? Tani flasim se folën për pjesën që qytetarët nuk kanë besim dhe i tërheqin dhe i mbajnë në shtëpitë e tyre apo në portofol parat. Po, informaliteti ndikon? Ndikon shumë, sepse ne përflasim për Shqipërinë sot 2025-ën, por harrojmë kush kemi qenë dhe si kemi ardhur deri këtu. Pra ne kemi qenë ata që kemi marrë rrogën gjithën kesh, nuk kemi pas sigurime, nuk kemi pas as pagesa, as gjë, kemi pas gjithçka informale. Dhe një ditë bukur themi tani do bëhemi formal. Nuk fillon kështu. Ka një vit zero që themi, këtu është viti zero, dhe që këtu fillon pasaj. Dhe gjithë kanë lek që si kanë pas deklaruar, kështu që sigurisht do duhet t'i shpenzojnë kesh. T'i shpenzojnë shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt mbas jo, po t'i shpenzoj mos i çojnë në bankë, sepse nëse i çojnë në bankë do i kërkojnë paguaj divën, do i kërkojnë burimin e të ardhurave, pra janë shumë gjëra dhe sigurisht është më e thjeshta mos hyjnë tyre fare deklarimeve gjëra e përdorin kesh. Që sigurisht që ka edhe pjesë informalitetit e kjo pjesa. Por nëse ne kthehemi te Banka e Shqipërisë, pra bankat do bëjnë një luftë për një treg shumë të vogël realisht. Pse thua këtë? Po. Po ne nga censi i fundit ishim diku te 2 milion banor. Po. Pra, po flasim sa nga këta janë kartë mbajtës dhe sa janë përdorues karte. Që ta kuptojmë. Nëse ne themi pensionistët, varet sa është vlera e parave që kanë depozita apo që qarkullojnë ka qytetarë. Nëse ne themi pensionistët, i bie që është një kategori që thjesht i tërheqë dhe kaq, nuk mas veprimi. Ata që kanë interes bankat janë ata që kanë veprime të shpeshta. Dhe veprimet e shpeshta në Shqipëri ndodhin ose supermarketi, ose e-komerci, ose te turizmi. Pra në për herë të parë, transaksionet me kartë kishin kaluar transaksionet e ATM-s në Shqipëri. Dhe kjo nuk ka ardhur sepse njerëzit kanë besim tek banka apo sepse vendosen që tani do bëjnë çdo gjë me kartë. Ka ardhur sepse njerëzit është turizmi që ka ardhur që kanë ndikuar dhe bizneset në turizëm janë shtyrë nga turistët. Po. Pra, ata s'kishin alternativë pagesë kesh. Është detyruar, po. Vini me një kartë, tani merre ose lëre. Kështu që kjo është alternativa. Dhe e-komerci që kanë ndikuar tek blera tek platformat ndërkombëtare, pra që ata e kanë mundësinë për blerë me pagesa me kartë. Në Shqipëri e-komerci nuk e ka këtë mundësi. Janë të pak bizneset që kanë këtë, sepse bankat për të bërë një integrim me biznesin, e drejt. Të duhet si procedurë gjatë burokratike, që nuk e gjetë se implementohet. Dhe bankat i mban lekët 60 ditë para se t'i kaloj për arsye sigurie. Po kush biznes që e shet produktin dhe ti japësh lekët për 60 ditë. Kështu që këtu ata s'e thonë lëre fare bankën, më jep kesh lutem edhe të vazhdoj jetën. Pikërisht kjo është problematika që nuk arrin të kuptojnë ose të analizojnë dhe të shkojnë në rrugë kur i thënë se punë dhe të diskutojnë me bizneset që i merren me e-commerce, të merren me bizneset që kanë restorante, sepse edhe ajo para shumë pak kohësh turizmi dhe shoqata e turizmit dhe hotelerive u ankonin pikërisht nga kostot e larta që kishin për mirëmbajtjen edhe për mbajtjen e postëve, pra 1% që u merre nga përdorimi i saj, e cili në fund të ditës për te taksave që duhet paguajnë në qeveri dhe që e ka një ortak të detyrueshëm, po shtohet edhe po shtohet një ortak tjetër, që janë bankat, të cilat vetëm thjesht se po kalojnë lekët me anë të llogarisë së tyre, janë të detyruar të paguajnë një kosto shumë të lartë. Prandaj edhe ju thash para më parë që duhet të ketë një logjikë dhe duhet të ketë detyrim nga ana e Bankës së Shqipërisë që t'i shohë dhe të minimizojë sa më shumë kostot që janë të dobishme dhe nuk janë të detyrueshme në fund të ditës. Sepse shohim vetëm në fryrjen e fitimeve të bankave të nivelit dytë dhe as pak në benefit të biznesit, pra një ndihmë për biznesin, po nga ana tjetër dhe një incentivim për qytetarin që të bëjë pagesat me kartë e kreditit. Në qartë. Mirë, ne do të shkëputemi për pak publicitet.